Studim i ri, mishi i kuq lidhet me rrezik më të lartë për kancer të pankreasit. Personat që konsumojnë rregullisht sasi të mëdha të mishit të kuq mund të kenë një rrezik më të lartë për zhvillimin e kancerit të pankreasit. Kjo sugjerohet nga një analizë e re e publikuar në revistën shkencore Frontiers in Nutrition, e cila përfshiu të dhëna nga 16 studime me afro 2 milion pjesëmarrës. Studiuesit analizuan nëse ekziston një lidhje mes konsumit të mishit të kuq dhe mishit të përpunuar me shfaqjen e mëvonshme të kancerit të pankreasit. Bazuar në rezultate, personat që konsumonin më shumë mish të kuq kishin 16% rrezik relativ më të lartë për të prekur nga kanceri i pankreasit, krahasuar me ata që konsumonin më pak. Studimi zbuloi gjithashtu një lidhje lineare se sa më shumë mish të kuq të konsumohej, aq më i lartë ishte rreziku. Për çdo 100 gram shtesë mish të kuq në ditë, rreziku relativ për këtë lloj kanceri rritej me 10%. Megjithatë, studiuesit nuk identifikuan një prag të caktuar mbi të cilin rreziku rritej papritur. Ndryshe rezultoi për mishin e përpunuar, si sallamet, salsiçet dhe produktet e ngjashme. Në analizën e 11 studimeve, nuk u gjetën një lidhje statistikisht domethënëse mes konsumit të mishit të përpunuar dhe kancerit të pankreasit, pavarësisht nivelit të konsumit. Ky hulumtim plotëson gjetjet e mëparshme. Një meta-analizë e publikuar si vjet e bazuar në të dhëna nga mbi 1.8 milion persona, kishte treguar se vegetarianët kanë rreth 21% rrezik më të ulët për të prekur nga kanceri i pankreasit krahasuar me personat që konsumojnë mish. Megjithatë, autorët e studimit theksojnë se rezultatet duhet të interpretohen me kujdes. Shumica e të dhënave vijnë nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa studimet e përfshira janë kryesisht vëzhguese dhe bazohen në pyetësor mbi zakonet ushqimore. Këto lloj studimesh mund të tregojnë një lidhje, por nuk provojnë se mishi i kuq është shkaku i drejtpërdrejtë i kancerit të pankreasit. Për më tepër, studimet e analizuara kishin dallime të konsiderueshme mes tyre. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.